Në kuadër të ditës së familjes, projekti Shpresë organizoi një aktivitet artistik në sallën Mikel Kuliçi. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte mbështetja ndaj personave me aftësi të kufizuar. Në fakt, askund më mirë nuk tingëllon fjala familjes sa në projektin Shpresa. Për dy arsye të thosha. E para, këtyne 33-jave që janë braktisur, janë smur me probleme menore, fizike, gjësore e tjerë, ju ka mungu familja, sepse këta janë lanë në institucionet ndryshme shtetërore vite më parë. Dhe këtyre ju ka mungu familja. Kështu që dikush mendoj pra 30 vjet më parë, ky projekt këtë vit kremton 30 vjetorin e themelimit, pra Silvana Vinjali, themeluesja, mendoj që t'i ofroj diçka që askush më parë s'kishte mujt t'i ofroj dhe ishte po themi elementi i familjes. Ne kemi 7 shtëpia familje që janë po themi familje sociale sepse familje biologjike këta nuk e kanë për fat keq. Dhe përpiqemi që ta zëvendësojmë mungesën që është familjes me aktivitete, me punë përditshme dhe mendojmë se diçka kemi arritur. Për të përshëndetur aktivitetin të pranishëm ishin edhe përfaqësues të pushtetit lokal, gjithashtu dhe bashkëpunëtor. Ajo çfarë ne duhet dhe unë ndih thellë në qenien time është që të bëhna një zë i fortë, mbështetës për integrimin ekonomik, social të kësaj kategorie. Ekzistenca e këtyre shoqatave, e këtyre familjeve, që ne i quajmë edhe familje të mirëfillta, shtëpi, sepse funksionojnë tamam si të tilla, është një fat i madh për qytetin tonë, sepse në një farë mënyre jeni të garantuar, jeni të siguruar për sot e për të ardhmen. Pjesë aktivitetit ishin dhe nxënësit e shkollës Prenjakova, të cilët prezantuan pjesë muzikore, ndërsa ishin edhe vetë banorët e familjes së projektit Shpresë, të cilët performuan para të pranishëmve.